ju flet Kosova e lirë, ju flet Kosova e lirë. Është një rrugtim më shumë se 50 vjeçar i grumbullimit të materialeve të mia më të dhimbshme, më senzitive, më të përgjakshme, por më krenare, e cila në fund emrin e ka liri dhe të cilën ne ka dhuru ushtria jonë e lavdishme qeveritare, së bashku me ndihmën e miqve tanë ndërkombëtar, Evropës, e sidomos mikut tonë të përjetshëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Unë flaj edhe zgjohem me dhimbjen e këtyre viktimave, sepse thash edhe në fillim çka do që të bëjmë për tash pak. Kështu që duke pas parasysh që asnjë qeveri e jonë deri më sot qoftë një objekt të gjenocidit serb mbi shqiptarët nuk e ka ngrit, qoftë një objekt, qoftë një obelisk të vetëm, një shtator apo një përmendore kushtuar 1432 fëmijëve, unë edhe më tutje vazhdoj me ndji atë përgjegjësinë time personale, por edhe ekipore, sepse krejt kjo punë është bërë me ekip. Unë, pa modesti, po them, shquhem si bashkëpunëtor ekipor. Domethënë, e kanë dobësi shqiptarët punën kolektive, punën ekipore. Kem dobësi. Por në këtë drejtim jam munduar të jem shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm, dhe tash mundeni me marrë me mend. Ish intervistuesi juaj, një heroj gjallë, një legjendë gjallë që quhet Esat Shala, kur ai e ka gjetë këtë forcë mbi njerëzore, me i ekspozu, me i shpërnda çdo ditë në rrjetet sociale, këtë dhimbje, këtë gjak, këto krime, këto barbari, këto vrasje, edhe që kur ka filluar me i grumbullu ka qenë hiç më shumë se 12 vjeçar. Domethënë vlla i heroinës Shot Galicës së dytë, që quhet Lulieta Shala, e cila është vrarë me pushk në dorë, jo duke ikur, po duke i bërë boll pushtuesit barbar serb, me të fejorën e vet vritet, ku vritet edhe i madhi mu i krasnisi veti 41. Domethënë është edhe nip i të madhit, i doktorit, i luftëtarit emblematik të UÇK-s, mjeku të UÇK-s Hafir Shala, kushëri i saj Shalës, me një fjalë janë një familje që kanë dhënë që 100 vjet gjak dhe vazhdojnë të jenë në shërbim të këtij kombi të shumë vujtur dhe liridashës,